Selam aleikum. A është e thënë në Kur'an lufta e tretë botërore? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jo, në Kur'an nuk përmendet luftë e tretë botërore apo se do të ndodh luftë e tretë botërore. Kur'ani fton për adhurimin e Allahut të lartësuar, fton për moralet e larta, fton për drejtësi, fton për ruajtjen deri, fton për ruajtjen e lidhjeve farefisnore, fton për të jetuar i lumtur në këtë botë dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar, fton për lumturi, për të arritë dhe për të fituar xhenetin e Allahut të lartësuar në botën tjetër. Është 12 vjeçe, po agjeron, por nuk di të falet para syfyrit. A prishet agjerimi? Jo, agjerimi nuk prishet. Masha Allah, Allahu të forcoft, Allahu të rujt, Allahu të pranoft agjerimin, ndërsa namazin të këshilloj që ta mësosh. Shkruaj në Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje, shkarkoje në telefon edhe duke i lexuar aty e mëson namazin. Namazi sabahut është mbas syfyrit, Zoti i rujt. Përshëndetje hoxha, kam thy dorën para do dite dhe s'mund të ri pa namaz. Si t'ja boj për abdesin? Përshëndetje, jo mos ri pa namaz. Namazin me e fal inshallah. Të shkuara, për sa i përket dorës, e lut Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj. Pra, gjymtyrët tjera i lan, ndërsa dorën që e ke pra nallçi i jep mest. Asaj pjese pra i jep mest, ndërsa gjymtyrët tjera aq sa ke mundësi pra i lan. Zoti u rujt. Dhe namazin me e fal. Përshëndetje, a i falin teravit gratë në shtëpi? Përshëndetje, po, mund t'i falin në shtëpi. Allahu i rujt, Allahu ja pranoft, Allahu na mundesoft që të falemi gjatë këtyre netëve të Ramazanit, sepse ka shpërblim të madh. Kush falet gjatë netëve të Ramazanit, duke besuar dhe shpresuar në shpërblimin e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Allahu na lehtësoft, Allahu na mundesoft. Si të mësoj Kur'anin dhe si të mësoj të falem? Namazi është shumë thjesht. Shkruan në Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje. Kjo, e shkarkon telefon dhe aty, duke i lexuar fjalët, pra duke i parë edhe veprimet e fal namazin. Po ashtu, tek kjo flet palosje ke edhe disa sure të Kur'anit, të cilat pra mund t'i lexosh në namaz. Allahu ju rujt. A prishet agjerimi në qoftë se na del gjak nga hundët? Jo, nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. O hoxha, është i domosdoshëm namazi i sabahut? Po vallahi. Pasha Zotin i domosdoshëm është. Është një prej 5 namazeve që kemi obligim. A do t'jesh në mbrojtjen e Allahut lartësuar? Fale sabahun. Çfarë i kushton njeriu? Çohet mëngjes, pra merr abdes, filloje ditën marr. Filloje me sabahun. Jeshi mbrojt prej të madhit Zot. Çdo njeri pra je në shtëpi. Je në dhomën tënde, u çove, merr abdes, fale sabahun. Filloje ditën tënde mbar. Je në mbrojtjen e të madhit Zot. A do mbrojtjen e Allahut lartësuar? Është shumë i rëndësishëm sabahu. Vetëm suneti, pra sunetet e sabahut, janë pra vlera e tyre më e mirë se dynjaja dhe çka kanë të. Po farzi sabahut, prandaj fale sabahun, kushtoj rëndësi, Allahu i rujt. O hoxh, më vdiq halla nga kanceri sot, në ditën e parë të Ramazanit. A është shenjë e mirë kjo? Ngushëllime për hallën tuaj, lut Zotin e gjithësisë që ta fal, ta mëshiroj. Besimtari, nëse pra sprovohet në këtë dynja, shpreson mirë tek Allahu i lartësuar, ose është pastrim për të, ose është ngritje gradash tek i madhi Zot. Pra në të dyja rastet, besimtari është i fituar, bën durim, dhe unë lut Zotin e gjithësisë që hallën tuaj pra ta ketë mëshiruar. Patjetër, nëse një besimtar ndron jetë në Ramazan, pra agjëruesit, të afërmit e tij, do luten për të, që Zoti ta falë, Zoti ta mëshiroj. Ne e dim që agjëruesi e ka një lutje të pranuar, pra inshallah është mirësi që tjeta e lutje e pranuar.
Selam aleikum, dua të bëj djalin thot sunet, dua të bëj gosti, po thojnë duhet brenda 7 ditëve, si duhet. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. E mira, suneti është që të bëhet pra në ditën e 7, bëhet sunet, i ruhet koka dhe priten për djalin pra 2 kurbane. Kjo është e mira. Pra kurbanet normal priten si në shenjë falenderimi dhe të madhit Zot. Por nëse nuk i ke mundësit, pra nuk e ke bërë sunet si i thonë ditën e 7, mund ta bësh më pas, nuk ka problem inshallah. Allahu i rujt. Përshëndetje Hoxh, nëse ha ushqim më mbrapa kohës së iftarit, sepse jam në orar pune, a ka problem? Përshëndetje? Jo, nuk ka problem. Pra mundohu që të paktën sa të qelësh, 3 hurma, 1 hurm, ose nuk ke hurma uj, ose qel me diçka tjetër, pra hyri orari qel. Më pas, për të ngrënë ushqimin, haje kur dush. Gjithsesi edhe nëse ndodh për shembull që je në punë dhe nuk qel dot, qele më vonë, nuk ka problem inshallah, por suneti është me qel sa po hyn koha. Allahu të rujt. Selam aleikum, aprishet agjërimin në qoftë se i shërbejmë ushqim një pjesëtari të familjes që nuk agjeron. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk prishet agjërimi. Për shembull, dikush ka nënën ose babain që janë sëmur, nuk agjerojnë. I duhet për shembull që të gatuaj për ta, të jap ushqim. Nuk ka lidhje. Por edhe nëse dikush në shtëpi nuk agjeron, dhe ti ke gatuar dhe japësh ushqim, pra nuk prishet agjerimi jot. Agjerimi jot nuk prishet. Gjithsesi, nëse nuk ka arsye, pra i këshillon që ta agjerojnë, ti binden Allahut lartësuar, pra i fton që ti binden të madhit Zot, dërsa agjerimi jot përderisa ti nuk e ke prish, nuk prishet. Zoti i rujt. Selam aleikum Hoxhë nderuar, a quhet agjerimi pasi kemi një qen të vogël në shtëpi? Allahu të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Agjerimi quhet inshallah. Zoti i rujt. O Hoxha, prishet agjerimi në qoftë se luan skedina, paksohet shpërblimi. Bixholzi është ndër mëkatet më të mëdha. Pra ti po ri gjithë ditën pa ngrënë dhe pa pirë, për Allahun e lartësuar. Pra po ndalohesh nga ushqimi, nga pija që gjatë vitit janë të lejuara. Dhe po do që të bësh diçka që gjatë gjithë vitit është ndaluar. Pra unë të këshilloj që të reflektosh dhe synoje të marrë shpërblimin sa më të madh të agjerimit. Nëse njeriu pra luan skedina, paksohet shpërblimi i agjerimit. Ti a do me marrë shpërblim pra sa më shumë, atëherë hiq dorë nga haramet. Allahu të rujt. Selam aleikum Hoxh, ana pranohet agjerimi nëse nuk i kompensoj disa ditë? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Pra ata që kanë pasur ditë borxh nga agjerimi kaluar, a ju pranohet agjerimi këtij Ramazani? Po pranohet inshallah, ndërsa për ato ditë, nëse kanë pas arsye, pra i kompensojnë mbas Ramazanit. Nëse kanë pas arsye që nuk i kanë agjeruar gjatë vitit, i agjerojnë mbas këtij Ramazani. E nëse nuk kanë pas arsye, pendohen tek Zoti i gjithësisë dhe i agjerojnë mbas këtij Ramazani. Ndërsa këtë Ramazan, pra duhet ta agjerojnë. Allahu i rujt. Selam aleikum Hoxh, nëse shikon pa dashje një gjë të ndaluar, a prishet agjerimi? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk prishet agjerimi. Gjithsesi mundohu ta ruash shikimin tënd. Allahu të rujt. Nuk kam dëshirë ta ndërpres Ramazanin. A mund të agjeroj dhe gjatë ciklit? A quhet? Jo, nuk quhet. Pra kur femra është me perioda nuk agjeron. Ato ditë e prish, pra e ka prish agjerimin, momentin që i vin periodat pra prishet agjerimi dhe ato ditë i kompenson mbas Ramazanit. Allahu i rujt. A mund të pim cigare mbas iftari? Para iftarit, pra gjatë ditës prishet agjerimi. Ndërsa pas iftarit ka përfunduar dita e agjerimit. Normal pirja e duhanit është ndaluar, por nëse pihet mbas iftari,
pra ajo ditë e agjerimit ka përfundu, nuk e prish agjerimin. O hoxh, të lutem, ku mundem ta gjej një Kur'an? Tek xhamia më afërt, shko dhe inshallah ta japin një Kur'an. Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxh, kam ngrënë syfyr mbrëm, thot, po sot më erdhi, thot, cikli agjerimi është i prishur, Zoti të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po në momentin, pra, nëse të vjen cikli gjatë ditës, pra të vjen periodat gjatë ditës, prishet agjerimi. Ato ditë pra që jeme perioda i kompenson bas Ramazanit. Allahu ju rujt. Kur jeme Ramazan, a bën me pi cigare elektronike? Jo. Kur jeme Ramazan, nuk bën që të pish cigare elektronike, sepse duhani apo cigaret elektronike e prishin agjerimin, Zoti ju rujt. A prishet agjerimi po shave? Nuk prishet agjerimi, por paksohet shpërblimi. Ti asynon me marrë shpërblim të madh, asynon që me agjerimin me arrit kënaqësinë e Zotit gjithësisë, me arrit faljen prej të madhit Zot. Atëherë kur të agjerosh, duhet të agjeroj me ty edhe goja jote, dëgjimi yt, shikimi yt. Prandaj sharja nuk e prish agjerimin, por e pakson shpërblimin e agjerimit. Selam aleikum hoxh, a quhet agjerimi nëse nuk zgjohesh për syfyr? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Quhet agjerimi, por ngrënia e syfyrit ka bereqet të madh. Pra, nëse mundesh të hash hurma, nëse nuk ke mundësi të hash asgjë, atëherë thjesht pi ujë. E rëndësishme pra ta thyesh, si thon, të hash diçka për syfyr ose të pish diçka në mënyrë që edhe të bësh atë dallimin, sepse dallimi midis agjerimit ton dhe agjerimit të jo muslimanëve është ngrënia e syfyrit. Po ashtu, ngrënia e syfyrit ka në të bereqet. Kështu që edhe diçka të vogël, Zoti ju rujt. Kam vezvese shumë, thot, në namaz, më duket që bëhem e papastër nga mendimet, vetëm si ta largoj. Atëherë, të këshilloj që mos e lesh namazin përderisa vuken nga vezveset, mos e lesh namazin derisa të dëgjosh erë ose zhurmë. Përndryshe mos e lër namazin. Allahu i rujt. Merr abdes, fut ujin në gojë për ta shplar gojën. A prishet agjerimi? Jo, nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Kam vezvese shumë, thot, në namaz, më duket që bëhem e papastër nga mendimet, vetëm si ta largoj. Atëherë, të këshilloj që mos e lesh namazin përderisa vuken nga vezveset, mos e lesh namazin derisa të dëgjosh erë ose zhurmë. Përndryshe mos e lër namazin. Allahu i rujt. Hoxha, e prish agjerimin nëse punoj, thot, në një lokal që pihet shisha nargile. Nuk e prish agjerimin përderisa nuk e pi ti shishan, Zoti të rujt. Përshëndetje, a lejohet të gjej vakti i faljes së drekës në gjumë nëse je agjërueshëm? Përshëndetje. Atëherë, motër e nderuar, me rëndësi është që kur hyn koha e drekës, pra të çohesh dhe ta falësh namazin e drekës. Dikush mund të jetë në punë gjatë natës dhe i nevojitet të flej gjatë ditës. Kështu nuk ka problem. Elus Allahun e lartësuar që të na lehtësoj dhe të na e pranoj agjerimin. Më rëndësi është që namazin pra ta falesh në kohë. Është gabim kur falem me që hyrë Ramazani dhe ua tregojmë të tjerëve, se më duket si mburrje. Jo, nuk është gabim, sepse falja namazit është shtyllë e dytë e Islamit, është urdhër që duhet ta falë çdo musliman. Pra, tregimi që ti po i tregon edhe që ti nxisësh. Pra për këtë mirësi, këtë lidhje drejt për drejt me krijuesin e gjithësisë, këtë shkak që ta mundëson hyrjen në xhenet. Kështu që nuk ka problem nëse i tregon, pra për këtë gjë, pra për t'i nxit tjerët që të falin namazin, nuk ka asnjë problem. Pastaj falja namazit bëhet edhe ashiqare, nuk ka diçka me fjalë që po, mburrja është për shembull tek pasuria. Nëse ti jep lëmosh dhe për të duk pra që ja unë po jap, kjo është mburrje. Ndërsa për namazin është urdhër për të gjithë, duhet me e kry. Është 12 vjeçe, po agjeron, por nuk di të falet para syfyrit. A prishet agjerimi?
Jo, agjerimi nuk prishet. Masha Allah, Allahu të forcoft, Allahu të rujt, Allahu të pranoft agjerimin, ndërsa namazin të këshilloj që ta mësosh. Shkruaj në Google falja e namazit për fillestar, të del një flet palosje, shkarkoje në telefon, edhe duke i lexuar aty e mëson namazin. Namazi sabahut është mbas syfyrit, Zoti i rujt. Hoxh, nëse kemi ofenduar dikë dhe jemi penduar shumë për atë gjë, si të veprojmë? Kërkoj falje, pendohu tek Allahu i lartësuar, mundohu që të keqen ta kthesh me të mirë. Idfa billati hiya ahsan, të keqen ktheje me të mirë. Mundohu t'i bësh mirë dhe pendohu tek Zoti i gjithësisë. Allahu i lartësuar është falës. A duhet të bëjmë njëtë përpara se të marrim gusull? Patjetër, njëti nevojitet për guslin, për abdesin, namazin, agjerimin, nevojitet njëti. Dhe ti kur merr gusull ose kur bën njëtë për gusull, çfarë e dallon guslin nga larja normale? Është njëti. Po ashtu abdesin. Kur ti çfarë e dallon abdesin nga një freskim që mund t'i bësh fytyrës ose gjymtyrëve? Prandaj nevojitet njëti. Innamal a'malu binniyat, me të vërtet punët janë sipas qëllimit. Zoti i rujt. Të flasësh diçka rreth mbulesës. Shamia pra mbulesa është urdhër që ka urdhëruar Allahu i lartësuar besimtarët të mbulohen. Zoti i gjithësisë urdhëron në Kur'an që besimtarët të mbulojnë pra kokat e tyre dhe gjokset e tyre. Hijabi ose shamia, mbulesa do të jetë robë e cila nuk tërheq shikimin e tjerëve, nuk bëhet sprov për të tjerët. Do të jetë robë e derdhur e cila mbulon format e femrës. Është urdhër prej urdhrave të Zotit gjithësisë. Besimtarja duhet synoj me hijabin e saj të arrijë kënaqësinë e të madhit Zot. Selam aleikum, nëse më kalon sabahu, a duhet farzin apo sunetin të parin? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Muhamedit alayhi salam i ka ndodhur kur ishte në një udhtim me shokët e tij, pra u zgjun pasi kishte lindur dielli, e urdhëron Bilalin të thrasë ezanin, fal sunetin, më pas fal farzin. Pra si fillim fal sunetin, më pas fal farzin. Allahu ju ruajt. Selam aleikum, a falen sunetet e sabahut kur ka lind dielli? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Nëse ndodh që një ditë nuk të ka dalë gjumi, të ka dalë me vonesë, atëherë kur zgjohesh fal sunetet e sabahut, më pas fal farzin. Zoti ju rujt. Hoxh, ndonjëherë kur fal namaz gaboj, pastaj e filloj prap nga e para. A është gabim, çfarë duhet bëj? Jo, nuk e fillon nga e para, e përmirëson gabimin. Nëse ndodh për shembull që gabon tek surja Fatiha, e përmirëson. Gabove, e përmirëson, vazhdon namazin. Allahu të rujt. Hoxh, unë duke të dëgjuar ty, kam fillu mu fal edhe ndjehna shumë më mirë me namaz. Më pas ka një kërkesë, do t'jep më shumë ligjërata. Elus Allahun e lartësuar që të forcoj, elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj të falësh namaz deri në fund të jetës tënde, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të hysh në xhenet. Ndërsa mu, elus Zotin e gjithësisë që të m'jap sinqeritet edhe sukses në përcjelljen e mesazhit islam. Allahu na mundësoft të gjithëve që t'jemi korrekt me namazin, ta falim namazin deri në frymë të fundit. Amin. A lejohet t'i blesh të dashurit parfum dhe anasjelltas, se thon dahesh nëse i blen. Lidhjet jashtëmartësore janë të ndaluara në Islam, por nëse ke për qëllim bashkëshortja i blen bashkëshortit të saj apo anasjelltas, një parfum nuk ka asnjë problem. Madje dhurata është shkak për shtimin e dashurisë. A bon mu fal vetëm farzet? Farzi është detyrë që njeriu do të pyetet për të ditën e gjykimit, është shtylla e dytë e Islamit, falja e namazit. Dhe besimtari ka obligim të fal 5 vakte namaz në ditë. Falja e 5 namazeve është shkak për të fituar xhenetin, por nuk duhet neglizhu edhe falja e suneteve, që kush i fal 12 pra rekat sunete pra gjatë ditës dhe natës, i ndërtohet atij një shtëpi në xhenet. Kështu kuptohet për një hadithit Muhamedit alayhis salam. Prandaj kushtoj rëndësi edhe suneteve. Elus Allahun e lartësuar që të na bëj
Për atyre që falin farzin, I falin edhe sunnetet. Amin. A lejohet leximi I Kuranit pas lindjes së diellit? Nuk ka ndalesë. Kur'an lexo në çdo moment që të kesh mundësi. A ke mundësi gjatë gjithë kohës të lexosh Kur'an, natën apo ditën, nuk ka asnjë lloj ndalese. Çdo kohë, çdo moment. Zoti ju rujt. E di që Zoti nuk I ka qef thot fjalët e pista. Me seriozisht, por për shaka me shajt, a bën? Nuk bën që besimtari të jetë gojë ndytë. Si seriozisht, si me shaka. Besimtari mundohet që prej gojës së tij dalin fjalët e mira. Wa qulu lin-nasi husna. Dhe flitni njerëzve me fjalë të mira. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte gojë ndytë. Shokët e tij, njerëzit e mirë nuk janë gojë ndytë, prandaj larg sharjeve, larg ofendimeve, fol fjalë të mira, fjalë të drejta, fjalë të bukura. Mundohu që edhe në shoqëri të promovosh mirësi. A pranohet namazi edhe pse s'jemi thot të mbuluara? Kur fal namazin, duhet të mbulohesh. Pra që të pranohet namazi, të jetë namazi I sakt, duhet që femra, kur fal namazin, të mbulohet. Ndërsa, çështja pranë përditshmëri, nuk je me shami ose nuk je mbuluar, kjo nuk ka të bëjë me namazin. Pra në namaz, mbulohesh, më pas normal, ajo shamia është urdhër I Allahut të lartësuar në Kur'an, por namazi është I sakt, inshallah, edhe nëse ti në përditshmëri nuk ke shami. Selam aleikum, është gjunah të bësh fejes në muajin e Ramazanit. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk është gjunah. Me trashëgime, Allahu I dhon të lumturi, Allahu I dhon të begati. Wa alaikum assalam wa rahmetullah. Njeriu e merr mesazhin qysh në momentin kur ndëron jetë. Çfarë me lajkesh do të vinë t'ja marrin shpirtin? A do të vinë me lajket e rahmetit e mëshirës, apo me lajket e dënimit? Qysh aty e merr mesazhin. Më pas, normal, kur ngrihet shpirti drejt qiellit, a do të pranohet apo do të refuzohet? Shpirti I besimtarit pranohet, shpirti I jo besimtarit refuzohet. Më pas kthehet shpirti pranë trupit dhe aty bëhen pyetjet e varrit. Besimtari do të ketë mundësi t'i përgjigjet. Pra ai që ka besuar Allahun njot vetëm, ka besuar dhe ka pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ky do të ketë mundësi t'i përgjigjet pyetjeve të varrit, ndërsa jo besimtari nuk do të ketë mundësi t'i përgjigjet. Më pas, besimtari përjeton kënaqësi, mirësi, jo besimtari përjeton dënim. Përshëndetje Hoxh, thot është 11 vjeç, a bën të agjeroj edhe pse me peshë nuk jam shumë mirë. Përshëndetje. Atëherë, ti nuk e ke arrit moshën e pubertetit dhe nuk e ke obligim agjerimin. Por nëse agjeron, shpërblehesh inshallah për agjerimin. Agjerimi të bëhet obligim kur të arrish moshën e pubertetit. Allahu të rujt. Përshëndetje Hoxha, prishet agjerimin nëse e kalojmë përshtymin. Përshëndetje, jo nuk prishet agjerimin. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Selam aleikum, a mund t'i fal teravit në shtëpi me motrën me xhamat? Wa alaikum assalam wa rahmetullah, motrën e nderuar, po mund t'i falësh në shtëpi, pra mund t'i falni edhe bashkë me motrën tuaj me xhamat. Allahu ja pranoft. A prishet agjerimin në qoftë se të dhem koka? Thjesht dhimbja e kokës nuk e prish agjerimin. Por nëse e ke nevojshme që të pish ndonjë ilaç, atëherë prish agjerimin dhe këtë ditë e kompenson pas Ramazanit. Pra përderisa je sëmur, ke dhimbje të tmerrshme që nuk e përballon dot, atëherë pra dhe do duhet të pish ilaç, atëherë prish agjerimin dhe këtë ditë e kompenson pas Ramazanit. Agjerim të lehtë dhe të pranuar, Allahu të shëroft. Prishet agjerimi kur je sëmur. Thjesht se je sëmur, pra kjo gjë nuk e prish agjerimin. Vetëm nëse ti e prish. Pra nëse ti don që ta prishësh, e prish agjerimin, ke lehtësim përderisa je sëmur, dhe këtë ditë e kompenson mbas Ramazanit. Allahu i rujt. Jam me temperaturë thot 40, edhe jam me agjerim. Çfarë më këshillon? Nëse je sëmur, pra nuk e përballon dot agjerimin,
mund ta prishësh dhe këtë ditë e kompenson pas Ramazanit. E nëse e përballon, Allahu ta pranoft. Gjithsesi unë e lut Zotin e gjithësisë që të ta lehtësoj dhe të shëroj. Amin. Përshëndetje Hoxh, a bën të agjeroj unë që jam thot me antibiotik? Kam një kur 7 ditë, më duhen dhe 3 ditë t'i mbaroj. Përshëndetje, nëse ilaçi, pra ilaçet antibiotikët duhet t'i konsumosh, t'i pish gjatë ditës, atëherë nuk agjeron dhe këto ditë i kompenson pas Ramazanit. E nëse mund t'i konsumosh gjatë natës, atëherë ditën pra agjeron. Gjithsesi nëse je sëmur, e prish pra agjerimin dhe i kompenson pas Ramazanit. Allahu i lartësuar e ka lehtësu të shkuara dhe Allahu ju shëroft. Hoxh, në çmosh hyn në moshën e pubertetit. Atëherë, ndryshon nga një njeri tek tjetri, por gjithsesi shenjat e arritjes moshës pubertetit janë pra dalja e qimeve në pjesët intime, ndryshimi i zërit, pëson ndryshime në trup, ejakulimi. Këto janë disa shenja pra që tregojnë se e ka arrit moshën e pubertetit. Dhe kur arrin moshën e pubertetit, bëhen obligim urdhëresat fetare. Ndërto edhe agjerimi i muajit Ramazanit. Allahu i ruaj. A bën me lujt lojna si Free Fire ose PUBG? Lojrat, nëse kanë diçka që bin ndesh me fenë Allahut lartësuar, nuk bën t'i luash. Për shembull, nëse duhet godasësh qaben, apo duhet t'i bësh sejdë një idulli, nuk bën t'luhet ajo lojë. E nëse janë thjesht lojra, pra që nuk kanë në to ndalesa fetare, atëherë mund t'i luash, por gjithsesi në këtë muaj Ramazani, angazhohu me gjëra të dobishme, gjëra të cilat pra t'afrojnë me të madhin Zot, bëjnë dobi ty si në këtë botë edhe në botën tjetër. Selam aleikum, Hoxha, prishet agjerimin nëse të qesin hundët gjak. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Jo, nuk prishet agjerimin, agjerim të lehtë dhe të pranuar. Selam aleikum, Hoxha, prishet agjerimin nëse haj mushim ose ujë pa dije, që i duke agjeru. Aleikum salam wa rahmetullah. Nëse ndodh me harres, konsiderohet qerasje prej të madhit Zot. Allahu të ruaj. Sekrecionet në fyt, a e prishin agjerimin kur nuk i nxjerrim dot jashtë? Jo, nuk e prishin agjerimin. Sekrecionet pra që janë brenda nuk e prishin agjerimin. Allahu ju ruajt dhe ju apranoft agjerimin. Amin. Hoxh, jam me agjerim, por në shkollë vrava pak dorën dhe më doli pak gjak. A prishet agjerimi? Jo, nuk prishet agjerimi. Agjerim të lehtë dhe të pranuar. Allahu të ruajt.